që nga prajmi I fundit që u largua Tonej nga Big Brother VIP Kosova 4, u përfol shumë se ky ishte një gabim I Jonida Vokshit. Mirë po, vjen reagimi I moderatorës së këtij formati televiziv. Në reagimin e saj, Jonida shkruan: "Ju e keni parë që unë reagoj për çdo situatë me humor dhe ashtu do të vazhdoj ta bëj sërish pas këtij momenti, por u bë boll. Unë e di se në një format si Big Brother, çdo moment është I ndjeshëm, por besoj njëkohësisht në një lloj analize tuajën pak më të thellë se kaq. Ky format ka një produksion të tërë gjigant nga mbrapa që edhe sikur gjë që nuk ndodh kurrë, të gabohet në një emër, ai sta lejon. Kemi një shprehje popullore, hedh një budalla një gur në lum, ngrihen 100 të mençur për ta nxjerrë që aty. Tek unë kritika juaj është për herë mirë pritur, madje e vlerësoj pa mas, sidomos këto të ardhura nga reagime, momente spontane apo qoftë nga një buzëqeshje. Do ju ftoja të ishit më të kujdesshëm me gjykimet. Mund të ketë njerëz që ndikohen për shkak të moskujdesit tuaj. Pak me dashuri dhe respekt për njëri tjetrin. Është minimumi që I detyrohemi.